Përshëndetje, unë jam Emiliaga, studente e vitit të 2 të mjekësisë. Përshëndetje, unë jam Erin Hasho dhe jam student I vitit të 2 të mjekësisë. Atëherë, sot I përgjigjem disa pyetjeve. Pyetja e parë. What is your favorite subject? Okej, lënda ime e preferuar do ishte probably fiziologjia. A ke sistem të preferuar të trupit të njeriut? Do thosha sistemi muskulor dhe ai skeletali, pasi pa ato nuk do bënim dot asnjë lloj gjëje. Kjo nuk ik. Kalojmë te pyetja e dytë. What is your favorite type of cell? Qeliza ime e preferuar probably do ishte B cells, sepse na mbrojnë nga infeksionet dhe mund të adaptohen dhe të mësojnë shumë, si dhe vetë studentët nëse duket. Cila është sëmundja më interesante për ty? Besoj do thosha Ehlers-Danlos syndrom, sepse mënyra që lëkura shtriqet ai shumë është shumë komike deri diku. Dhe pyetja e tretë është provimi më I vështirë që kam bërë deri tani. Nuk është se mund ta specifikoj shumë, mendoja se oske do ishin goxha të vështira, por aty dola mirë, kështu që thjesht nuk është se kam një specifik. Të gjithë kam pas atë ngarkesën e vet, pak a shumë, por që fatmirësisht kemi dalë mirë deri tani. Sa është më shumë që ke mësuar për në një ditë? Rreth 6-7 orësh, diçka e tillë gjatë provimeve finale. Këtu mund të jesh pjesë dhe ti. Nëse jeni gjimnazist dhe doni të jeni pjesë e jetës studentore, aplikoni tani te VBU Winter School dhe mund të fitoni çmimin e madh, 1000 euro. Qa po prisni, keni afat deri me 9 dhjetor.